Dhe nderi jashtëzakonshëm një kom privilegj mi u pas për ballë. Nësia imja. Erdhet me një energji shumë të mirë, me një energji pozitive. Qashtu që shë paralajmë Vetë, tash më duhet me treguar energjinë, se më paralajmërove si energjik. Tash qysh me më qitë në ranë mu, Jo, se treguat pjesë. Se kom vështi. Se të Nikol si jeni? Mirë. Si është ndete? Mirë, pak heret të më keni thirrë, po hajtë, mirë. Po ty të kena thirë heret për norën dhe na e nisim me emision për orës non, qka me bo? Faleminderit shumë që ndave kompanive. Për ju dhe dashamirët e këngës time nuk është kur heret. Pikrisht, për ata që duan dhe të admironi, të adhurojnë këngë tua, me zëpresë me njoftë edhe profilin e Nikolës prej ofër. Jo veçaj një që e shohin televizor të këndu e ka një anë edhe tjetër, zëtri Nikola. Faleminderit, po i tregojmë pak si shpesh këto profile, po hajde. Zia da ka me gjatë, pa tregu prej profil. Nisëm me vikendet, pra, ndoshta nuk i tregu për vikende. Se i kaloni të shtunat dhe të djela. Ta janë këto pjesa me koncerte, a është pjesa ku më shumë donë ku për familjen? Më merë mallin do një vikend me e kalu i lirë të shpia, ose i lirë, do më thanë pa obligim. Edhe këtë vikend që më thirët këtu nuk ja, po e shijoj me të vërtet mirë. Po, zakonisht vikendet jemi në punë. Shqit që, kur të tjertë pushojnë, ne e punojmë. Kur tjertë punojmë, ne pushojmë. është kemi këse. Kështu e kemi. Gjithëse e ka edhe aknacin edhe lezetin në vetë në të njëjtën kohë, me qenë afër publikut edhe me qenë i pranushëm edhe shumë i dashur, ashtu si qeni dhe jo për gjithë trojet shqiptara, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, në malësit madhe, po edhe në diaspor. Një profil që përqafohet shumë ka publiku jenë në pjesë. Kjo është një fat me të vërtet dhe jam shumë falenderues. Zotër Nikol, si shkoj kjo verë për juve? Me shumë angazhime, me shumë koncerte, me shumë dasma? Si të gjitha verat tjera, me angazhime, me koncerte, me ahengje, me aktivitete, me diaspor, me të njohur, të pa njohur, vlezër, motra, zonja, zotri. A ka qenë e lodhshme kjo pjesë për juve? Jo, adi pse. Pregaditemi fizikisht, psikikisht, në gjitha aspektet dhe hyjmë me energji të duhur në një punë që me të vërtet është punë e lodhshme është, por ne nuk lodhemi shumë nga që pregaditemi. Zotër Nikol, doja të ndalesha pak të pjesa e femirisë, ju vini nga Tuzi, nga Malësia Madhe. Po, a mund të shmë fol pak për atë Nikolën djalin e ri që hala nuk e ka zbulu talentin për muzikë? Si ka qenë ajo pjesa e femirisë? Valla, unë se di, më mërmenja se men kusht një Nikol të pas zbuluar për talent, si talent sepse jam zbulu shumë. Kelin talent. Shumë herë. Më kujtohet, unë për herë të parë kom këndu para publikut në moshën 6 vjeçare. Se unë, më mërmenja të gjithë e dinë, se unë kam fillu me një këngë Maje Krahu, a capello, që nuk shoqërohet me orkestër, që më ka mësua babaj. Dhe për herë të parë më kujtohet kom kënu në publik të një mësus, kur është martu një mësus imi, në moshën 6 vjeçare. Por kom kënu si bib, edhe ma heret kështu në për ahengje më mërte e babaj, më vente në preher dhe këndoja bashkë me te. Por sa ka qenë e vështirë që në atë ko, me dëpërtu me qenë ndoshta një ikon tash shqiptare, me u njofë zoni Nikol Nikprelaj dhe me u dosht po ashtu po atë shumë. Shumë shqyqa. Na fol pak për këtë rrugtimin, këto sfidat, vështërësit, për pos kësaj anës pozitive që e shohim në ekran, ndoshta një këngë që transmitohet, po pas atyre fshejen shumë vështërësit sfida, pa dyshe. Jo vështirë, po diqysh, unë habitem qysh ka qenë mundur e para gjanë. Unë, aty ku kam Leon, kanë qenë e para gjanë kushte s'ka pas asni kusht në botë, as s'ka pas rrugë automobilistike, s'ka pas rrëmë, nuk ka pas kur gja. Unë mësimet e para në këngë i kam ba përmes një radio që më ka pas sill një hall nga Amerika me bateri, dhe ato bateri hargjoheshin shumë shpejt dhe më kujtohet
kanë qenë do bateri, këta që janë pak më të më shumë i din çfarë bateri, do bateri pak më të mëdha që i nxenim në zjarm edhe pak, për mund qim edhe 1-2 këngë me ndëgju. Pastaj duhet me pushu 1-2 muaj derisa më rrishin bateritë. Domethënë, kushte ekstreme të vështira, por unë as kur s'kom pretendu, as s'kom mendu, as s'kom punu në atë drejtim për me u ba një emen, për me u ba dikush, për me pas një sukses, por kom punu sepse e kom dasht. E kom dasht dhe e du dhe kënga është pjesë e jetës time. Unë me ma hiq tash mua këngën, ti e shef veç këtë jakën ose këtë sus. I gjithi jam kënga, i gjithi jam muzika. Është pjesë e jetës dhe vetëm njerëz që e duhen kështu profesionin, mendojnë mund të bajnë suksesin më avon. Pra, ka ardhe në mënyrë spontane edhe suksesi, edhe zhvillimi i talentit, edhe gjitha. Pikërisht fakti që është bërë me kaq shumë dashuri, ka mbjetu kohës edhe ka gjatë. Se në fakt, po të mos ishte ashtu me aq dashuri, ndoshta do të mbetej vetëm një këngë, edhe nuk do të vazhdoj ai rrugtim edhe me tej. Po i përmendim këto pjesë ndoshta e mundësive jo shumë të mira financiare për të hyrë në tregun e muzikës, po do doja të ndalesha edhe te pjesa e politikës së asaj kohe. Keni kënduar këngë folklorike, këngë patriotike, po sa ka qenë e vështirë me dalë edhe me këndu Nikol Nikprelaj në atë kohë, ku ndoshta kanë qenë goxhat rregulla strikte në pjesën e politikës. Për me dalë te kjo, më duhet m'ju tregu një ecuri në shkurtër, si më thënë. Unë atje nuk kisha mundësi me zhvillu talentin tim. Dhe do mbetesh atë talent si që kanë mbet shumë të tjerë edhe më të talentuar se unë. Por unë vendosa dhe me përkrahjen e familjes, me ardhë me studiu në Prishtinë, por nuk ishte qëllimi i vetëm studimi, por edhe me u zhvillu si talent, se këtu e dija se janë të gjitha kushtet. Dhe erdha këtu, ashtu ndolli, zhvillova talentin, hasa një përkrahje të jashtëzakonshme, edhe si talenti muzikës, po dhe në studimet e mia, dhe si i till u ktheva prap në Maltëzi, dhe aty atër këndova unë këngë patriotike dhe u ballafaqova tani me shtetin, me policitë, me problemet, me burgosjet, sepse isha i vetmi këngëtar ndër shqiptarët e Malitëzi që isha i formum si me thani, i ndërtuam në Kosovë, dhe me këtë frymë u ktheva atje prap dhe këndoja si këndoja dhe kisha probleme, pra se isha i vetmi, dhe derisa këtu në Kosovë kishte plot të tjerë dhe policia s'dinin kanë me kap më parë. Mua atje më gjanin shumë shpejt, shumë lehtë dhe shumë shpesh. Po sa ka qenë e vështirë që mos me hek dorë, zotri Nikol, me vazhdu me këtë ëndër, me këtë dashni të madhe për muzikën, pavarësisht gjithë këtyre maltretimeve, pengesave që të kanë ndodhur gjatë rrugës. Kur më merrnin dhe më mbyllnin, atje sa isha mren, që lidh, thoja, kur të dalë dua pak me zbutë, po kjo ndodhte derisa delja para publiku dhe prap harroja se çka më ka ndodhur, çka mund të më ndodhë, dhe prap më ndodhte. Dhe asnjëherë se kom dalë hovin, asnjëherë se kom ndryshu mendimin, asnjëherë se kom dalë këngën, asnjëherë këngën patriotike, dhe që i mbijetova, dhe sot jemi këtu ku jemi. Edhe shoqër që nuk e ndalë, shoqër që ke vazhdu tutje, se ne kemi një këngë, kemi shumë këngë t'juja që i dëgjojmë fakt dhe që i adhurojmë. Prandaj ja ka vlerë ndoshta ky rrugtimi ku në fund vlerësohesh pamëtësisht nga masa e gjerë për gjithë atë mos dorëzimin e juaj, atë luftime për me ecë tutje. S'ka pa sakrificë, s'ka kur gjë. Pikërisht. Përpos kësaj pjesës së karrierës, do doja të ndalesha pak edhe te pjesa familjare, te profili juaj familjar. Njohja me zonjën tuaj, zonjën Drita, nëse nuk gaboj. Ardha njëte dy djemve binjak, Albini dhe Arbeni. Na tregon pak për këtë pjesë. Njohjen me zonjën fillimisht, pastaj procesi i ardhës njëtë fëmijëve. Ai procesi vështirë që kanë shku ndoshta një 16 vite derisa jeni për më fëmijë. Që në ke pregatit për emision. Të lutem. Faleminderit. Që të dim historinë? Po e them historinë. Njohja me Dritën është një mënyrë që mund të bëhet edhe një film për këtë farë njohjet. Se atje në Malsi, ala në kohën e njohjeve
të gjeneratës time, ala ka qenë ajo stili vjetër, mos me u pa, mos me u dukte, mos me folje, mos me kështu. Po mua një kojshi e dritës dhe njohur imja ma përshkroj dritën. Si është një vajzë e bukur dhe unë isha në atë kohë ushtar. Dhe kom marrë qifte lidh me vetin dhe atje kom ba një kongë për dritën, pa njoft dritën. O Lulja Malsis, një kongë që janë është ndërdy kongët e mia më të mira. Dhe jam kthy, e kom kënu në një tubim të madh, shumë popullor, drita ka qenë publikun, se kom njofta, ala se kom pa, dhe ajo më thot që e kom dije se kjo kongë mund të jetë për mua. Dhe ndoshta kjo kongë ka qenë një farë urlidhse emocionale, mes të me dhe dritës dhe kështu. Pastaj, u martuam, pritëm plot 16 vite, për me i pas Albinin dhe Arbenin, cilët i përshëndes. Po ashtu. Dhe kështu që sot ata janë 21 vjeç, të dytë. Albini është student këtu në Prishtinë, në një kolegj amerikan, rrit, dhe Arbeni studion, edhe ai studion, por ushtron sportin e futbollit, është në klubin Dëqic në Tuzë. Kogja natyra të ndryshme. Shumë të ndryshme. Ndonë se janë binjak. Ndonë se janë binjak, jo që nuk janë të njajtë, po as nuk për nëgjajnë, as për ka fizionomia, as për karakteri. Vizigat që në kanë, as njëti pas për pas. E përmende kongën dedikuar zonjës Drita, ende pa e takuar dhe pa e njohur personalisht. Po a kemi ndenjë dhe knacin me dëgju një pjesë asaj kongët refrenit live të në studio? Po mirë, okej, na falë publiku sa është heret pak, dhe vetëm gjillat din me kënu heret. Nuk e keni këtë problem, jo. Okej, hajtë pak. Ti ma e lulleja e malësis, për të... As po minë që zonë me telefona? Për të... Për të kangë se du m'janis, për të këtë kangë du me kënu, ta di gjithë kushë se të du, oj lullia e mal si sohej. O goja ju lumë. Po du me ditë momentin kër zonja Drita e ka marrë vesh që kjo kongë është bo për ta, qysh ka reagu? Ka thonë, po qysh është e mundu me më dediku një kongë ku as nuk nje, as nuk din kush jam, as nuk nge pa. Tani, t'jam i sinqert. Se në momentin kur këtë pyetje i herës më ka bo as kush, mi kanë bërë gjitha pyetjet e mundshme dhe të pa mundshme, po këtë pyetje... Po jemi përgadit. Nuk e di momentin kur, por e di që me gjithë se thot, ja ka marrë mendja, është habit kur e ka marrë vesh se bashkë. Tani am ke eftu me folë mua për grunë tonë, më gjithë. Që ta është të regojnë të shka, ti prej fillimit the, këtë mjeni, këtë edhe një historinë teme, po historinë e zonjës Drita nuk e gjithim. Pra ndaj po pëzë më shumë pyetje edhe familjare që nuk e kemi pa në paraqitje televizive zonjën Drita. Ndoshta edhe ziton me pas këtë pjesë e runat privatsin e saj. Ja, se runë privatsin, po priton me dalë në folë. Nuk ka faj. Zëtër Nikol, nga të regon me ardhen në jetë të dy djemve binjak, sa ndryshoj jeta juaj? A u përmbush plotësisht ajo dëshira për qenë prindër, për të kryuar një familje? Mua me pas zbrit, si me thonë, Perëndia në tokë dhe me më pyet, çka don? Unë nuk kisha ditë me a lyp kaq mirë. Më fali Zotit 2 djem, jo 1, 2, dhe të shëndetshëm, dhe të mirë, të suksesshëm, dhe jam prindi më i lumtur në botë. Sinqerisht, mua nuk më mungon asnjë gjë. Unë se më pyesin shpeshherë gazetarët, po ëndrat tua, unë si gjithkush shoh ëndrat, por jo të pa realizueshme askurrë. Por me do me thënë, unë mua të gjitha ëndrat e mia më janë plotësu në jetë dhe unë vetëm lutem që të kemi shëndet dhe asgjë më shumë. Me gjitha tjerat jam i plotësu. Po cili prej djemve, Albini apo Arbinit kam përgja më shumë, zotri Nikol? Qoftë si fizik,
me qenë se po thua që janë binjak, po janë shumë të ndryshëm. Cili nuk e kuptova pyetjen, cili më ngjan? Cili të ngjan më shumë ty? Asnjëni, nuk më ngjajnë. Ngjajnë zonjës drita. Shumë pak dhe shitja. Nuk jam unë një prind i atill që gëzohem me më ngjan. Unë dua të jenë fëmijët më të mirë se edhe unë edhe se drita. Dua të jenë edhe më të zgjuar, edhe më të përgatitur, edhe më punëtor, edhe më kështu. Ata sigurisht ngjajnë se s'kan çajre pa ngjaj edhe me ndoshta edhe me fizionomi do pak më shumë dritës njani pak. Por tani me sjellje, me reagime, me jetë... Si karaktere, si personalitete. Si karaktere, kështu, s'kan qajre pa ngja njanit ose tjetrit nga pak e kështu. Por nuk është se janë kopje e jona. Të ndryshëm, me qenë se janë edhe vetë binjak nuk i ngjajnë njëri tjetrit, as njëri tjetrit as kërkujt. Mua më pëlqen kjo, t'jenë original. Të veçanë në formën e vetë. Do doja të ndalesh edhe të një pjesë tjetër, Zotëri Nikoll, është ky koncerti recital jubilar për 50 vjetorin e karrierës juaj. Gjysmë shekulli pranë publikut, pranë dashamirësve t'juaj. Na tregon kur u mbajt ky koncert në Tuz këtë vit, me lindjen e juaj, në vendin aty ku ju dole dhe u njohët për gjithë masën e gjerë. Na tregon ato emocionet kur dole në skenën e koncertit tuaj recital për 50 vjetorin, a u ktheve pas në kohë me dalë imazhet e gjithë rrugtimit të deri në atë pikë atë? Gjysmë shekulli. Nuk është e vogël kjo. Atëherë, prap një pyetje interesante nga ana jote. Para 50 vitesh kam dalë me shumë emocione para publikut. Dhe pothuajse, me të njëjtat emocione kam dalë edhe pas 50 vitesh. Dhe kam dalë me shumë emocione. Nga tanima, nga përgjithësia, nga pritshmëritë, se ti pas 50 vitesh karrierë njerëzit janë pritshmëritë, rriten edhe ato siç rritet karriera, rriten edhe pritshmëritë e kështu. Por mos të harroj me këtë rast. Të falenderoj komunën time, e cila përpos që ma bëri këtë fest mallështore, më shpalli dhe qytetar nderi të Malësisë, dhe më dha gjithë respektin e mundshëm dhe nuk kam fjalë dhe nuk mund t'i shpërblehem askur, se unë prej Malësisë shumë ma shumë kam marë se që japë. Dhe unë dua të falenderoj, edhe pse jam në këtë televizion, unë dua të jam korekt dhe i sinqert, dua të falenderoj edhe një televizion tjetër, që është RTK, që më ka mbështet jashtëzakonisht dhe gjithë publikut. Dhe me të vërtet, kjo fest ishte në kuptimin e plot të fjalës fest e madhe për mua, dhe unë e thash edhe aty në atë natë, është ndoshta koncerti më i rëndësishëm dhe ishte me të vërtet koncerti më i rëndësishëm në jetën time. Dhe jam jashtëzakonisht falënderues. Do të mbetet gjatë në kujtesën e juaj ky koncert 50 vjetor? Gjithmonë. Se pas 50 viteve karrierë, çka po di, nuk është as pak e lehtë, as se duhet të tregosh në një farë mënyre çka ke bërë për 50 vite, sepse publiku të përkrah, por edhe kërkon ty të thotë, më trego rezultatet e përkrahjes time që të kam bërë ndër vite, ndër kështu. Një moment shumë i veçantë në këtë koncert për pas interpretimit juaj, Zotëri Nikoll, ka qenë edhe pjesa ku ka interpretuar dhe djali Albini. Si një ndjeju në ato momente kur e keni pa dhe Albini në këtë sferë, në fakt? Ashtë interesante kjo. Unë ati i propozova të këndoj një këngë timen, një balad timen që nuk e kompozitorit Zef Çoba, djali i Kumarës, që ma ka pas ba para 30 vitesh dhe i kom pas ba videoklip, dhe me thënë vërtetën ka qenë dhe ashtë një këngë shumë e bukur, po kur unë e kam realizu, nuk është se kam marrë ndonjë mbështetje të madhe për këtë këngë. Por,
me rastin e djalit, doli dhe e këndoj të njëjtën këngë, këto ditë e kemi nxjerrë në kanalin tim të YouTube-s, djali i Kumarës, dhe po ka përkrahje dhe shqetësueshmëri dhe të jashtëzakonshme Albini. Shumë fish më shumë se ç'kom pas unë në kohën kur e kam realizuar. Dhe Albini ka talent për këndim, sepse nuk e them unë, po e thonë edhe ata që janë ma kompetentë se unë, po ai ka një tjetër stil, jo stilin që kam unë, dhe kjo është mirë. Ai ka stilin e kohës, stilet moderne, unë e përkrahin në ata që ka ati i pëlqen dhe kështu. Patjetër që është një ndjesi shumë e veçantë për juve që një këngë që ju e keni kriju në të kalumen, po interpretohet edhe po rikrijohet në base halal ma mirë nga djali ju, po pëlqejet ma shumë se ajo originalja si që përmendet edhe ju. Ndoshta ky mund tjetë ajo pika rrugtimit ku Albini nis rrugtimin e babait të tij. Pjesën e këndimit, kjo pjesa që aje ka interpretu në koncertin e juj, po kemi parë shumë këngë t'juja patriotike, po një këngë që më pëlqejet pamasisht, është edhe kjo që po du me ndëgjush tash bashkë me juve. Djalit e ara, ish që e dada të kish dalë para. Faleminderit shumë që nuk po hezitoni edhe këtë pjesë me këndu. Kjo është këngë e vjetër, popullore, po Ilir Tola, i cilin e përshëndes se ka përpunu kaq bukur. Në fakt, ju zotëri Nikoli takoni një gjenerate unike e legjendare të këngës shqiptare. Pjesë e juj është bashkë me Ilir Shaqin, me Arif Vlladin e shumë këngëtarë tjerë që gëzojmë faktin që janë ende gjallë. Gjatë ditës së djeshme festoi ditëlindjen edhe ikona, legjenda si që keni quajtur edhe ju, Ilir Shaqiri. I bëri fiks 65 vjet, njëjtën kohë edhe pati pensionimin e tij. Ishit prezant në festën e tij, ndoshta një mini festë që ka mujt me pas familja Shaqiri? Isha pram familjarisht në festën e tij, i ftuar, jo nga ai sepse ai nuk e dinte. Ka qenë befasi për të. Po, ka qenë djemtja kanë organizuar një befasi shumë të bukur, pram, një organizim të jashtëzakonshëm, me mysafir të jashtëzakonshëm, me një numër të kufizuar të mysafirëve, po me një organizim të jashtëzakonshëm, dhe Iliri e meriton mbështetjen të familjes së të gjithë shqiptarëve. Patjetër që po. Dhe shfrytëzoj rastin t'ja uroj ditëlindjen edhe kështu publikisht sot. Ja urojmë edhe ne ditëlindjen këngëtarit legjendar të cilët e dojmë pa mas, po ashtu është edhe Ilir Shaqiri, kështu që urojmë nga kjo studio, shfrytëzojmë rastin. Do doja edhe një pyetje tjetër pak me të ngasmuar zotëri Nikol, nëse kena mundësinë me thirr Ilir Shaqirin bashkë në telefon, edhe me tentu nëse na hap ose jo, dhe m'ja uru edhe një herë ditëlindjen kështu publikisht. Megjithëse, s'ka problem. A e provojmë për i telefonit ju, se telefonin ta me hap nuk e hap. Më do të me gjithë telefon, jo se ti e gazetar. Nëse më sjellët telefoni, unë po e ftoj. A mundi me marrë telefonin, ju lutem, dikush me ndihmu? Telefonin e tim, telefonin Arbeni nuk e di është këtu. Okej, apo shpresoj që na hap? Ty besoj që ta hap telefonin, se shpresoj se po. Ku shkoj Arbeni? Çka ndodhe qa? Tashti, apo e bajmë... A ta fruna unë që atë? Po, okej. Nëse e hap telefonin... Apo e bajmë kështu, apo e bajmë thirrjen live, si po e bajmë? Po, thirrjen live jemi në transmitim, e përvojna nëse na hap, nëse jo... A me video call, po. Po. A thoi me video nështë asë është mirë. Se ku me di si është... A një thire me zotë që diçka i thona mujna me hap kamerën. E përvojna edhe këta. Okej. Urdush. Hajde, gati jena.
Ilir, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Jam në klan Kosova live dhe thirrem je live ta dish. Thirrem me ta uru ditëlindjen në emën të klan Kosovës dhe në emën të gjithë shqiptarëve. Shumë faleminderit. Mirëmëngjesi, zotri Ilir. Jam e dhonë bardha nga misioni Vikendi Klan Kosovës. Faleminderit shumë që e hape telefonatën e zotri Nikoles dhe po ashtu po shfrytëzojmë rastin që unë si bardh, si emision Vikendi dhe si televizion Klan Kosova, t'ja urojmë 65 vitorin juve të lindjes dhe po ashtu pensionimin. Faleminderit pamatësisht shumë për gjithë kontributin që keni dhënë për Kosovën, për shqiptarinë përgjithësi, përmes këngëve dhe në forma të tjera. Jetofshi gjatë, faleminderit shumë. Faleminderit juve, shëndet të mira, suksese. Faleminderit. Takohemi patjetër ne. Faleminderit, miru takofshim. Më falje Ilir, ndoshta shqetësova, por ishte dëshira e gazetarës dhe e gjithë neve. Ton kalofsh bukur. Faleminderit shumë. Të mira, shëndet. Faleminderit shumë edhe juve zotri Nikol. Kjo ishte po ashtu një befasi shumë e mirë edhe për gjithë dashamirësit e Ilir Shaqirit po ashtu, për post juj. Faleminderit shumë që ishte edhe sot në studion e Vikendit. Kënaqësi me dëgju një pjesë rrugtimit juaj në formë pak më ndryshe. Faleminderit. Faleminderit po ashtu dhe juve për kontributin 50 vjet pranë shikuesve dëgjuesve të juaj. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Përshëndetje për të gjithë ata që po na ndëgjojnë dhe shohin. Faleminderit shumë. Shkojmë pak shkëputje me dhe kthehemi në pjesën e fundit me astrologjinë.